Më ka rënë shpesh në fakt gjatë jetës që të dalë në për të folë në për evente publike dhe të flasë, por jo shpesh që të flasë realisht për aty që dua. Edhe ky është padyshim një nga ato raste ku unë jam shumë i lumtur që po flas për këtë temë, ku jam shumë i lumtur që shikoj të rinj që kanë shumë vëmendje kur më dëgjojnë teksa po flas dhe kanë ardhur me interes këtu sot, për të marrë realisht atë që ka më shumë vlerë në të gjithë atë që unë e quaj rrugtimin e jetës sime. Dhe që pa dyshim është detyra e kujtdo prej nesh që në një pikë të jetës ka arritur një sukses që të japi shembullin e tij për të qenë shembull pa dyshim tek të rinjt një fazë në jetën e njeriu e cila është shumë e vështirë për të gjetur atë që realisht është rrugtimi i cili do të na përmbush për gjatë gjithë jetës. Unë pata fatin e madh në jetë, sepse para se dalë të eksperienca personale, na kam mbledhur sot Camino, e cila në botë kuptimin tim është metafora e rrugtimit të njeriut, ku përfshihen të gjitha ato momente kritike të cilat ju, kur shikoni pas në kohë, janë ato momente kritike të cilat e kanë formësuar rrugtimin tonë. Dhe na kanë bërë ato që jemi sot. Pikërisht ato vendime aq të vështira që ne ndukur në atë moment, të cilat me forcën që shpesh herë gjejmë te vetja, te karakteri, arrim t'i marrim këtë vështirësi dhe t'i kthejmë për një moment na duken si një pengesë shumë e madhe në rrugën tonë, si një gur që duket sikur do na marrë shumë kohë derisa ta kalojmë, por është pikërisht ky gur që në rast se ne do të jemi aq të fortë dhe do të gjejmë atë forcë, do ta kthejmë në një bazament shumë mirë në këtë rrugën tonë, në këtë rrugtimin tonë, që metaforikisht po e paralelizojmë me Caminon. Është padyshim një rrugë që formësohet nga zgjedhjet tona, kur them zgjedhjet, nuk janë ato zgjedhjet e përditshme që ne mund të bëjmë për të kaluar atë përditshmërinë tonë, po janë ato zgjedhjet e vështira që bëhen, që të japin një kthes në jetën tënde që padyshim do të formësojnë ose do të kushtëzojnë në vitet e ardhshme. Unë personalisht, si çdo njeri në moshën e rinisë, pata një mëdyshje, më saktë, se cila është rruga që duhet zgjedh, se çfarë është ajo që realisht mua më mbush dhe realisht do t'i japi kuptim të gjithë këtij rrugtimi që është jeta në fund ditës. Është një rrugtim që padyshim ndryshe nga çdo rrugtim tjetër nuk ka një destinacion, por është vetë rruga që duhet shijuar dhe është vetë rruga destinacioni. Dhe është shumë e rëndësishme që gjithë ky rrugtim të jetë padyshim duke kontribuar në atë që njeriu dhe gjithë secilin prej nesh e plotëson më shumë. Është shumë e rëndësishme dhe thelbësore që secili nga ne ta gjejë sa më shpejt këtë secili është realisht ajo që do të arrijë, ajo vlerë që do t'i japi jetës vet, dhe tek e fundit ajo që vetëm ato e përmbush për brenda. Në jetë jam mësuar që të shikoj karaktere të ndryshme njerëzish dhe realisht e kam stërvitur veten që mos çuditem nga asnjë karakter, pres çdo gjë nga çdo kush dhe thën kjo në të njëjtën kohë kam stërvitur veten që ta pranoj secilin ashtu siç është dhe ashtu siç ai realisht e mendon jetën e tij, e mendon rrugtimin e tij, për të vetëm në fakt sepse kam kuptuar që çdo njeri ka një bosht, ka një qëllim në jetë të vetin, ka diçka që e përmbush, që mund të jetë shumë e ndryshme te secili nga ne. Dikush mund ta përmbushë një arritje në jetë, dikë mund ta përmbushë një arritje në sport, ndoshta edhe në jetën personale,
për dikë mund të jetë një arritje, një sukses shumë i madh dhe qëllimin vetvete vetëm që të krijojë atë folen atij dhe familjen e tij. Dhe padyshim që çdo kush ka të drejtë në atë qëllimin e vet dhe në atë rrugtimin e tij. Dhe padyshim që secili nga ne duhet ta respektojë zgjedhjen e gjithë secilit. Dhe thënë kjo, jam shumë i lumtur që unë kam pasur fatin që në fillimet e këtij rrugtimi, dhe kur them fillimet e rrugtimit, them në fillimet e jetës, që është mosha e adoleshencës, edhe pak më përpara, unë kam pasur fatin e madh që të kem disa shembuj në jetë, thot ndryshe 2 shembuj kryesorë, siç është mami dhe babi, dhe në të njëjtën kohë ka qelluar që dhe mami dhe babi kanë qenë dy shembuj paralel, por shumë të ndryshëm në atë se çfarë bënin dhe se çfarë ja përmbushte secilit prej tyre jetën e vet. Kjo është një gjë shumë e mirë, edhe pse është një kontrast shumë i madh, është një gjë shumë e mirë sepse mua dhe vllai tim më dha mundësinë që të kishim të dy shembujt. Dhe padyshim që të jesh fëmia i dikujt që ka arritur suksese në jetë, momentin e parë nuk ka presion që ti duhet shkëlqesh në atë fushë, pra sepse je djali i dikujt që ka arritur suksese, por nuk ka presion që ti duhet shkëlqesh. Presioni padyshim fillon aty kur ti e zgjedh që ta ndjekësh atë rrugë. Kemi qenë 2, vllai sot e kësaj dite nuk ka zgjedhur të jetë pjesë e kësaj rruge, e pasionit për fluturimin, sepse ka zgjedhur rrugën tjetër, që ishte shembulli tjetër në familjen tonë. E mendoj shpesh se si do ishte jeta ime nëse nuk do e kisha bërë këtë zgjedhje, edhe pse jam i sigurt që nuk do kishte ardhur ky moment, që unë nuk do kisha bërë këtë zgjedhje për të vetmën arsye, sepse shumë herët e kuptova që kjo ishte gjëja që mua më bënte të zgjohesha çdo ditë me pasion. Me pasion për të punuar, për të pasur një qëllim të përditshëm, një qëllim të përvitshëm dhe një qëllim akoma dhe më të madh se padyshim ato objektivat që i vendosin vetes pas 5 vitesh apo 10 vitesh, që janë një pikë orientimi për secilin nga ne dhe ja u sugjeroj gjithkujt që pas disa vitesh shikoj se çfarë rezultati ka bërë me veten, pikërisht duke parë këto objektiva nëse ti i ke realizuar apo jo. Për të kthyer te tema, vura re që ishte pikërisht liria. Liria që më bënte mua më intrigonte. Shikoja mënyrën e jetesës që Elketi kishte arritur të krijonte, ishte i lirë, shijonte çdo ditë dhe të shijosh çdo ditë, unë dalloj vetëm tek njerëzit që rrezikojnë çdo ditë. Sepse të shijosh çdo ditë nuk mund të shijosh duke ndenjur aty te ajo zona e komfortit. Ti duhet të rrezikosh gjithmonë dhe gjithmonë shpërblehesh më shumë në momentin që del nga ajo zona e komfortit. Dhe prandaj tek ata njerëz që e zgjedhin ta bëjnë këtë profesion, padyshim që janë nga ato shpirtat që e shijojnë çdo ditë sikur të jetë e fundit. Më ka intriguar shumë atëherë Elketi me jetën që bënte, me lirinë që kishte, se sa bukur e kalonte çdo ditë, se sa bukur është të jetosh me fluturimin, se sa bukur është të jesh i lirë dhe se sa bukur është të bësh gjitha këto në një vend si Shqipëria që t'i jep mundësinë që t'i bësh 365 ditë vitit me këtë natyrë kaq të mrekullueshme. Padyshim që të flasësh janë disa gjëra që duhet të ecin paralelisht, është shumë e thjeshtë se dikush mund të thoshte edhe unë do doja të isha i lirë, pse jo, kur unë isha adoleshent, thjesht të dira dhe të fluturoja. Janë shumë gjëra që duhet të ecin paralelisht, nuk janë vetëm atë që njeriu duhet fokusohet vetëm tek qefi i momentit. Padyshim që edhe familja, edhe karriera duhet të ecin në të njëjtën kohë, por realisht njeriu duhet ta ketë qartë atë që për kaminon e tij, për rrugtimin e tij, është më e rëndësishme, sepse është një rrugtim që realisht ne mund ta bëjmë përgjatë jetës me njerëz që na duan shumë, që ndoshta edhe nuk na duan, por interesat në atë moment i kemi të përafërt, por është një rrugtim që si zhvjeni vetëm do ikësh i vetëm. Dhe është një rrugtim që në këto 2 momente kaq kritike të vetët, është shumë e rëndësishme që ti me veten tënde të ndihesh i realizuar dhe kur shikosh pas kaminon tënd,
thjesht realisht krenar dhe me kujtime për gjithë atë që ka ndodhur. Unë automatikisht e ktheva përgjigje dhe pyetjes që kishit zgjedhur, se ishte këtu përpara, pak më parë, është liria. Nëse mund ta kthej, padyshim që një nga ato tabelat e orientuese të jetës që ka qenë kyçe, edhe që vazhdon të jetë është liria. Është liria dhe është një thirrje e brendshme. Nuk është liria se unë zgjedh ta them që kur janë ato momentet kyçe të jetës, nuk e flas vetëm për sportin, e flas në raportet ndryshme, më rrjedh së brendshme. Më rrjedh së brendshme nuk e them, është ai zëri i brendshëm që del, dhe prandaj them që është liria padyshim një nga ato tabelat orientuese që në udhkryqet më të mëdha të jetës sime, sytë e mi kanë parë këtë tabelë. Kështu që kjo është një nga ato tabela. Është shumë e rëndësishme që përgjatë kaminos tuaj të merrni gjithmonë momentin që të tërhiqeni pak dhe të analizoni se drejt cili drejtim po shkon rrugtimi juaj. Po shkon aty tek ai drejtim që shoqëria po ju thotë se duhet shkoj ashtu, apo po shkon tek drejtimi të cilit ju realisht brenda vetes tuaj e tërhiqni apo e dëshironi apo punoni çdo ditë për të. Është ndonjëherë vështirë në varësi të fushës që keni zgjedhur, por nëse jeni duke bërë realisht atë të dytën, do ta ndjeni padyshim tek alegria që keni me veten tuaj dhe me shpirtin tuaj. Nëse unë e mora me liri e shpika vetë tabelën, po nëse do të zgjidhe një nga tabelat e rrugës, janë padyshim ato tabelat të cilat shfaqin rrezikun, do ishte ajo pikë çuditësia, po e bukur është që do ishin dy tabela, do ishte edhe pikë çuditësia dhe do ishte edhe rruga e cila të thotë vazhdo drejt se rruga është e hapur. Dhe jam i sigurt që unë çdo herë do shkoj edhe ajo pikë çuditësia, sepse siç e thash më parë, është pikërisht ajo që më jep më shumë, më mbush me kënaqësi në fund të ditës. Është ajo dalja nga zona e komfortit që gjithmonë shpërblehet. Shpërblehet edhe në sport, shpërblehet edhe në përditshmëri, edhe në biznes, edhe kudo. Ajri nuk ka shenja, nuk ka tabela orientuese, por ka rregulla. Rregulla që unë shpesh ja them studentëve të mi, që janë rregulla të shkruara me gjak. Pra do thotë që dikush tjetër i ka bërë ato gabime, i ka kushtuar shumë dhe është detyra jonë si profesionistë që ti trashëgojmë tek ata të rinj që i mësojnë, duke ja thënë këtë gjë, duke ja thënë që janë rregulla të shkruara me gjak, prandaj duhet shumë kujdes. Duhet shumë kujdes dhe do të fluturosh, është gjithmonë një luftë, e mendoj shpesh, është gjithmonë një luftë e brendshme e individit, e pilotit, sepse të fluturosh është një nga ndjesitë më të bukura në jetë, padyshim. Edhe në momentin që ti fluturon, je shumë krenar për veten tënde. Je shumë krenar dhe sepse ke hapur një dimension që nuk është normale për njeriu të fluturojë. Dhe ti fluturon nëpërmjet të paktën ky sport që ne bëjmë, jo nëpërmjet teknologjisë, po nëpërmjet primitivizmit. Pra, nëpërmjet disa fijeve, nuk ka motor, është një fluturim që ti ndjek erën dhe gjithë kjo të bën që ti jesh i lirë dhe ta vlerësosh me të vërtet fluturimin. Dhe natyrisht është ky në momentin që ti të fillon të fluturosh, ndihesh aq krenar sa që edhe vetbesimi është i lartë. Dhe ti mendon që mund të fluturosh, mund të rrezikosh, shtyn limitet e tua gjithmonë për të provuar gjëra të reja. Por duhet të jetë nga krau tjetër gjithkohës frika që duhet të ndihmoj që këtë vetbesim ta mbaj nën kontroll. Sepse shpeshherë një nga armiqtë më të mëdhenj tanët është pikërisht ky vetbesim. Dhe është frika ajo që e balancon që duhet ta mbaj pikërisht brenda kornizave. Është e vërtetë që të rrezikosh shpërblehet shumë, por është një vije hollë që e ndan rrezikun profesionist dhe rrezikun amator, që unë shpesh këto dy terma i përdor shpesh për t'i treguar dikujt se çfarë ja vlen të rrezikosh apo çfarë jo në sportin tonë. E bukur është se policia është natyra.
Është natyra dhe për asnjë moment nëse ti mendon që ti je më i shpejt apo më i zoti se forcat e natyrës, natyra e gjen një moment dhe një mënyrë shumë të thjeshtë që ty të ta bëj të qartë që ti je një asgjë para natyrës. Dhe kjo është e bukur. Policia padyshim që nuk mund të mund të ndaloj kur ulesh, ti prap do fluturosh, ndoshta mund marrësh dënimin varësisht se ç'ka ndodhur. Po kjo është e veçantë e sportit tonë që policia e vërtet është natyra, është se sa ti e shpërfill natyrën. Natyra duhet respektuar, njerëzimi më saktë e harron këtë gjë, e harron sepse jeton brenda mureve, brenda betonit, brenda qytetit, dhe harron që ti mund ta shpërfillësh natyrën, nuk ka problem. Nuk mund ta shpërfillësh natyrën, nuk ka problem, duke qenë se jemi brenda qytetit, po mjafton të dalësh në natyrë, të shikosh se në të gjitha vendet që njeriu ka shqetësuar natyrën, natyra i është kthyer pas 10 fish më keq, dhe ti duhet kuptosh se sa respekt meriton natyra. Ne kushdo që e bën këtë sport e kupton çdo ditë, në çdo fluturim se sa meriton natyra, e atëherë ku ti e harron sepse mendon që ke një vetbesim të jashtëzakonshëm të lartë të vetja, ajo kthehet dhe të ul me këmbë në tokë, edhe pse ti fluturon, për të treguar që je shumë i vogël para saj. Është një mënyrë jetese. Unë e them sport sepse për mua është çdo sport. E them sport sepse kjo më duket edhe fjala që e përgjithëson, por ky aktivitet paragliding ka veçanërinë sepse mund të quhet edhe sport, mund të quhet edhe mënyrë jetese, po mund të quhet edhe thjesht një hobi, një pasion. Dikush mund ta shikojë thjesht si një sport, siç shumica e djemve kanë kalçedhon me çunat në fundjavë, mund të kenë fluturimin. Mund të kenë bagazhin e makinës një parashut që shkojnë dhe fluturojnë diku. Dikush tjetër mund ta ketë mënyrë jetese. Mund ta ketë mision të tij që ta shpërndajë këtë njohuri që ka në përgjithë tjera dhe bëhet një instruktor fluturimi. Dikush tjetër mund ta ketë si sport të mirëfillt. Pra të garojë dhe të marrë pjesë në kompeticione për të arritur rezultate sa më të larta. Dhe kjo ka qenë një nga ato objektivet e mi padyshim. Duket shpesh sikur rrugtimi im, e mendoj dhe këtë, ka qenë i shkruar ose i parashikuar para se unë të lindja, për një detaj shumë të vogël që emri im vjen nga Jonathan Livingstone, që është, për ata që nuk e dinë, është historia e pulbardhës Jonathan, që ndryshe nga gjithë tufa, fluturonte sepse e kishte pasion, jo sepse fluturonte për të ushqyer. Dhe ndryshe nga gjithë tufa, ndroi jetë sepse nuk ushqye, vetëm sepse filloi duke bërë stile dhe filloi duke provuar, duke testuar limitet e saj. Dhe duket sikur i gjithë rrugtimi im ka qenë i orientuar drejt kësaj gjëje, për të qenë ndryshe nga tufa, për të qenë i lirë dhe për të arritur majat. Normalisht është shumë e vështirë, sepse siç e thash, gjëja e parë që mua më ka bërë ta zgjedh këtë sport është mënyra e jetesës. Mua më intrigonte në fëmijëri mënyra e jetesës që kishte babai im që ishte i lirë, dhe kjo ishte arsyeja që e zgjodha. Sporti, garat, kompeticioni është padyshim një armë që unë kam për të ngritur emrin tim dhe mbi të gjitha, duke ngritur emrin tim, ka mundësinë që t'jap shembullin tim tek të gjithë të rinjt që unë i dukem si shembull, apo kushdo që merret me këtë sport i duket si shembull. Kur them i dukem unë si shembull, nuk është se kam unë diçka për të marrë si shembull, por është bukuria e të marrurit me natyrën dhe me sportet e natyrës dhe për ta kthyer natyrën në mënyrë jetese që është për të marrë shembull. Dhe realisht i inkurajoj të gjithë me sa herë ka mundësi që t'ia them, që zgjidhni natyrën, zgjidhni sportet e natyrës, edhe nëse nuk i ktheni në mënyrë jetese, nuk është e thënë, mund të jetë një aktivitet që e bëni vetëm në fundjavë, ndoshta vetëm një herë në muaj, por do ju sjellin ato balancat e duhura, sepse natyra është normalja, çdo gjë tjetër e krijuar nga njeriu është anormalja. Kjo ka qenë një ëndër që unë e kam thënë me zë, e kam thënë pikërisht kështu kur isha 14 vjeç, edhe ashtu ndodhi. Prandaj ndonjëherë ëndra duhet të kesh kujdes kur i shpreh se bëhen
realitet. Edhe do më merrte shumë kohë dhe kisha shumë vështirë që ta zbuloja që kjo është pikërisht ajo gjëja që mua do më pëlqente, por shpesh herë është një fjali që unë kam hasur në përgjithë librat e shenjtë, librat e ndryshëm, që thotë mos ki frikë. Është e has kudo. Në disa prej tyre përsëritet, është fjala që përsëritet më shumë. Është mos ki frikë sepse Camino nuk thot sepse Camino, kjo është vazhdimi im, po është vetëm mos ki frikë. Unë mendoj që Camino është një rrugtim që ne nuk e dim se kur do mbaroj. Është një moment për gjatë gjithë përjetimit të tij, mund të mbaroj sot, mund të mbaroj nesër. Askush nuk e di se kur mbaron i tij dhe është shumë e frikshme që ti në momentin që Camino është duke mbaruar, ti mos ta kesh jetuar. Dhe ti je strukur në atë që do shoqëria dhe sistemi se ke pasur frikë. Është shumë e vërtetë. Dhe ajo që unë e shikoj te vetja ime që është ndonjëherë them, shiko, edhe unë mund ta zgjidhja atë të thjeshtën që të shkoj në zyrë, të kem një punë zyre, të krijoj atë jetesën normale brenda qytetit. Jam i sigurt që kam atë aftësi që mund ta bëj atë gjë. Por zgjodha që të rrezikoj për ditë, sepse tek e fundit unë realisht është një sport që sado që profesionalizmi e kthen në shumë të sigurt, është një sport që rrezikun e ka aty. Çdo ditë që fluturojmë e ndjem rrezikun. Dhe realisht kam zgjedhur të rrezikoj dhe kam kuptuar që në rast se ti e kupton realisht se sa po rrezikon dhe merr risje aq sa ç'mund të mbash brenda aftësive të tua, kjo është shumë e rëndësishme, brenda aftësive tua, atëherë do ecësh i sigurt përpara. Çka do thotë këtë gjë mund ta përkthesh në shumë forma të jetës, mund ta përkthesh edhe në atë pyetje që bëre ti që në momentin që ti duhet sigurosh dhe jetën, po duhet gjesh dhe kuptimin e jetës, po duhet bësh, mos shko all in, mos shko i gjithë tek një gjë, mos rreziko çdo gjë për një gjë. Puno nga pak të gjitha, por mos harro, kjo është ajo gjëja që unë, se këto fjalë janë fjalë të bukura që mund t'i thotë kushdo. Kjo është ajo gjëja që unë ja u them ndryshe, që fokusoni mbi të gjithat ajo që juve në fund të ditës ju gëzon, ju emocionon dhe ju përmbush. Sepse në fund ditës do keni vetëm veten tuaj që do flisni dhe do jepni llogari. Dëgjoni zemrën. Dëgjoni zemrën dhe mbi të gjitha, nëse doni nëse doni një jetesë sa më në balancë, sa më në harmoni dhe që t'i zbuloni përgjigjet që nuk i gjeni, dilni në natyrë, largoni sa më parë nga qyteti. Qyteti është prodhuesi i gjitha smundjeve moderne që i quaj unë këto, jo depresioni, jo ankthi mbi të gjitha, ankthi, që ka qenë dhe më parë, por ka qenë shumë minimalist. Tani vetëm na shtohet dhe nuk e kuptojmë pse. Dhe pikërisht është natyra sekreti dhe çelësi se si mund ta zbuloni harmoninë edhe të gjithë natyrën. Ligjet e natyrës, duam s'duam ne, implikohen në përditshmërinë tonë dhe në çdo gjë tjetër. Faleminderit.